Javën tjetër, unë personalisht me zonjën Vokshi, do të shkojmë në Afrikën e Largët, në bregun e Fildisht, për të marrë pjesë në një samit të partive centriste dhe të djatha të botës, për të informuar miqtanë aty dhe për të kërkuar mbështetje nga gjithë organizatat prezente për të demaskuar farsën e ndodhur në Shqipëri 11 maj. Më pas do të jemi Partinë Popullore Europiane, do të vijojmë një tur ndërkombëtar informimit të gjithë partnerëve tanë, pa lënë me një anë SBA-t, për atë që ka ndodhur në Shqipëri. Jo, në informacionet tona ju tashmë keni shkuar në SBA, keni shkuar në Departamentin Amerikan të Shtetit me një letër përmes kompanisë tuaj lobuese. A është e qëndrueshme kjo? A është pjesë e denoncimit tuaj? Po, e vërtetë, ajo letër që është bërë publike mban logon e Partisë Demokratike, është një raport paraprak, po e them, një raport paraprak i atyre çka ka ndodhur, i fakteve dhe provave që ne disponojmë dhe i fenomeneve të parregullta që kanë ndodhur në zgjedhjet e 11 majit. Diçka që është publike, pra në atë raport ju nuk shihni asgjë që nuk është bërë publike nga Partia Demokratike, thjesht ne po mundohemi të informojmë çdo që kemi mundësi dhe akses për atë që ka ndodhur në Shqipëri, që për fat mirë është parë nga afër edhe nga partnerët tanë, edhe nga të huaj që kanë asistuar fushatën elektorale të Partisë Demokratike dhe nga gjithë mediat që kanë ndjekur zgjedhjet në Shqipëri. Zoti Kolliqi, meqense tashmë ka një letër e cila ka mbërritur në tryezat e Departamentit Amerikan të Shtetit përmes kompanisë tuaj lobuese, unë po ju pyes, keni pritshmëri që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mos të njohin dhe mos certifikojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Ju e keni parë përfaqësuesit që erdhën nga Bashkimi Evropian, lidershipet më të rëndësishme të Europës, vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve, uruan dhe praktikisht e certifikuan këtë fitore, një pjesë e tyre e quajtën dhe historike për Edi Ramën. Historike? Dhe kjo ishte me zë dhe figurë dhe besoj këtu nuk keni kontest. Prisni reagim dhe standard të ndryshëm nga SBA-t? Do me thënë, e para nuk marrë përsi për të komentoj vendimet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Po pyes për pritshmëritë tuaja, sepse zoti Berisha 3 ditë para zgjedhjeve në këtë studio më ka lënë një lloj aludimi që SBA-t mund edhe të mos i njohin këto zgjedhje. Unë do t'ju them kaq, ne kemi për detyrë të informojmë të gjithë aleatët tanë dhe miqtë tanë për atë që ka ndodhur në Shqipëri. Më vjen mirë për shembull që ditën e sotme ka padur një reagim zyrtar nga ana e ambasadës amerikane në Shqipëri në raport me kërkesën e tyre për të denoncuar sa më shumë fenomenin e trafikut të drogës në Shqipëri, për shkak se Shqipëria është bërë problem ndërkombëtar i trafikut drogës dhe si asnjëherë më përpara nuk i kërkohet personave që kanë djeni për rrethana të ndryshme, të çështjeve të ndryshme, të denoncojnë as në policitë të shtetit, larg qoftë ke çuni i bandave, i bandës Pojës, as në prokurori, as në SPAK, as kund tjetër veç një numri WhatsApp-i që e menaxhon vetë ambasadë amerikane. Zoti Kolliqi, në fakt doja leximin këtu sepse unë shtrova dhe pjesë të debatit para se ju të mbërrinit në studio. A është ky një tregues i mungesës së besimit të institucioneve zbatuese shqiptare dhe shtetit shqiptar? Vetes e mbi të bardhë, sepse dhe ajo që ndodhi me farsën e ndodhur, se ndodhi një farsë tjetër me aksionin e antimafes italiane të firmosur urdhër arrestet që në fund të shkurtit dhe që u ekzekutuan tani pas zgjedhjeve, tregon më së miri si funksionojnë sot dhe organet e drejtësisë së re, ashtu quajtur. Zoti Kolliqi, ju nuk e dëgjuat përgjigjen për mediat që